Zoti Antoni, unë do doja nëse më lejoni t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, sa i takon edhe një tjetër zhvillimi përmes të cilit janë rrotulluar, po e quaj unë tani teori konspirative ose parashikime nga më të ndryshme që lidhet pikërisht me ardhjen në vendin tonë të ambasadorit amerikan. Mendoni se do të ketë një ndikim sa i takon qëndrimeve, po flasim politike, pra po shohim gjithmonë në këtë këndvështrim? Shikoni, e vetmja gjë që ne të dy kemi në dorë, po ju fus dhe juve në këtë sens, është që ne të gjykojmë nga fakte. Patjetër. Dhe neve të vetmin fakt që kemi tani është politika e sotme e shtetit amerikan. Ambasadori i ri që po vjen është thjesht të themi përçues i dokumentave të departamentit të shtetit dhe i këtyre politikave. Dhe për hir të vërtetës, i vetmi interes amerikan në këto momente, ju e dini shumë mirë, është interesi që Kosova dhe Shqipëria të përfshihen në projektin e Gazës. Dhe për këtë dhe Shqipërisë dhe Kosovës janë përfshirë në atë ndihmën prej 206 milion, ku e dini 200 milion është për pajisje dhe 6 milion është për shtatjen e këtyre dhe për strukturat, sesa për diçka tjetër. Ndërkohë që Serbia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar dialogun strategjik, por deri tani nuk kemi asnjë lloj gjëje tjetër përveç asaj që ne e dimë që Shteti Amerikan, besoj edhe nëpërmjet ndihmës që ka dhënë më parë, por këtë se ka dhënë vetëm Shteti Amerikan, e kanë dhënë strukturat europiane për SPAK-un, besoj që do jetë një individ i cili do jetë më i vazhdueshëm atje, që do kërkojë më llogari për taksapaguesit. Po për politikën shqiptare, unë besoj që ambasadorin besoj e kanë këshilluar shumë mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është humbje kohe të marrësh nga koha jote për të dëgjuar politikanët shqiptar edhe gjërat e tjera. Përpjekjen amerikanët e dhanë atë që duhej në vitin 91. Dhe ka qenë një gjë jashtëzakonshme që lidhet edhe me ardhjen e sekretarit të shtetit të asaj kohe. Dhe ngjarja e dytë ka qenë në vitin 98 me luftën e Kosovës. Një ngjarje e tretë e madhe siç presin shqiptarët, do të ishte një lloj kataklizme siç ishin këto dy ngjarjet e para, që unë edhe ti besoj nuk kemi qef që Shqipëria dhe Kosova të gjeten para këtyre situatave. Në këtë sens, edhe me staturën që ka, një staturë shumë korrekte, një general, unë besoj që ai do merret më shumë me këto problematika dhe ka dhe një mision shumë të madh, sepse duke pasur parasysh që Kosova nuk ka ambasador, unë besoj që ai një sy do e ketë edhe nga Kosova, sepse Kosova përfundon deri në vitin 2029, përfundon fazën e fundit të shëndrimit të ushtrisë së saj, të forcave të saj që kthehen në ushtri të Kosovës. Dhe në këtë sens po them që detyrat e tij nuk janë të pakta, por për shqiptarët nga ana simbolike do jetë një gjë e madhe sepse do jetë një individ përballë tyre. Por më vjen keq të them dhe këtë që dua ta shtoj nga ana ime. Në 2 vitet e fundit gjatë drejtimit të zotit Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lënë shumë për të dëshiruar për sa i përket politikës jashtme. I kanë hequr non gradën Dodik, njeriu që gati e mohon, jo gati e mohon, por e mohon masakrën e Srebrenicës, do ta shpërbëj Bosnjën Hercegovinën, është njeri që flet gjithmonë për Serbinë, për botën serbe e tjera, dhe një sëre të tjerë individësh, përfshirë edhe zotin Berisha me ato gjërat e veta, dhe në këtë sens ai besimi i pafrejë shqiptarëve për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj e keni parë dhe ju në intervistat e tu e duhura, nuk është më i mëparshëm. Patjetër që respekti do ngelet, sepse dhe lidhjet tona me ata janë shumë të mëdha, por ai besimi i dikurshëm që ambasadori amerikan do shndrojë gjithçka, ma besoni është jashtëzakonisht larg.